Horoskopi ditor e shtunë 9 maj 2026. Dashi. Dashuria do të shkojë më së miri gjatë kësaj dite dhe zemra do të gëzojë së tepërmi. Ka mundësi që disa të shkojnë dhe në ekstaz. Përfitoni sa të mundeni nga orët që do të kaloni pranë partnerit tuaj. Klima edhe për beqarët do të vitë duke u përmirësuar. Mundësit për të takuar persona interesant do të jenë të mëdha. Përsa ju përket financave do të vini fresh shpenzimeve dhe ato do të jenë të stabilizuara. Demi. Nëse kohët e fundit jeni përballur me disa probleme në çift, sot duhet të merrni kurajën dhe të përballeni me to. Do të jeni më të kthjellët. Beqarët duhet të përgatiten për takime joshse të cilat do të japin një kuptim të ri jetës së tyre. Do të ndiheni shumë mirë. Perspektiva të mrekullueshme financiare. Do të ketë konsolidim dhe rritje të buxhetit. Do të keni në dorë shumë projekte fitimprurse. Binjakët. Roft qëndrueshmëria në çift. Të gjitha problemet dhe keqkuptimet që ekzistonin mes jush dhe partnerit do të shuhen. Shfrytëzojeni ditën. Beqarët do të takojnë dashurinë e vërtetë dhe do të bëjnë çmos që ajo të vazhdojë sa më gjatë. Ata që sapo janë ndarë me partnerin mund të riafrohen sërish. Do kryeni operacione të mira financiare të cilat do të sjellin mjaft përfitime. Vazhdoni në këtë rrugë. Gathoria. Nëse jetoni në çift, duhet të bashkoni forcat me partnerin në mënyrë që t'i bëni ball influencës së familjes. Veproni me takt dhe diplomaci dhe mos u tregoni të gjithëve ato që po ju ndodhin. Beqarët do të bien në dashuri me shikim të parë. Ka mundësi që për disa dashuria të jetë e përjetshme. Gjërat do të shkojnë mirë me financat, edhe pse ato nuk do të rriten menjëherë. Luani. Ndikimi i yjeve premton një dashuri të animuar. Nëse keni kohë që jeni bashkë, do të kaloni një ditë mjaft harmonike. Dialogu do të ekzistojë gjatë gjithë kohës dhe do të arrini të bashkëpunoni për gjithçka. Beqarët, edhe pse nuk do të mund të gjejnë dot as sot dashurinë e vërtet, do t'ja kalojnë mirë dhe do të ndihen rehat. Fati do t'ju shoqërojë në planin financiar, por gjithsesi vigjilencën mos e humbisni. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite, fal influencës së yjeve, beqarët do e kenë shumë të lehtë të krijojnë lidhje. Do t'ju pëlqejnë aventurat dhe pasioni i momentit dhe nuk do të preferojnë dashuritë e vërteta. Çiftet duhet të reflektojnë mirë përpara se të marrin vendime në mënyrë që të mos gabojnë. Kujdesuni edhe sot për financat dhe kontrolloni shpenzimet, sepse do t'ju duhet të blini diçka të rëndësishme pas pak ditësh. Peshorja. Qetësia do të mbizotrojë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Megjithatë, ju do të jeni më afër njëri tjetrit dhe do e shihni me ëndje të ardhmen së bashku. Në jetën sentimentale të beqarëve do të ndizet pasioni, do t'ja kaloni mirë dhe do e gjeni shpejt personin e duhur. Në planin financiar duhet të përgatiteni për një surprizë të madhe, e cila do t'u ndryshojë tërësisht jetën. Akrepi. Nëse nuk i kushtoni vëmendjen e duhur atij që keni në krah sot dhe merreni me diçka tjetër, më pak të rëndësishme, partneri do të mërzitet mjaft. Ndryshoni sa më shpejt nëse nuk doni që situata të ndërlikohet. Mundësitë e beqarëve do të jenë të shumta, por ju do t'ju pëlqejë më shumë të lidheni për pak kohë sesa të fiksoheni diku. Në planin financiar pritet që gjërat të marrin për mirë. Shigjetari. Dita për të gjithë ata që janë në çift do të jetë e zakonshme dhe pa ngjarje të rëndësishme. Gjithsesi probleme nuk do të ketë as pak. Jeta sentimentale e beqarëve do të jetë shumë përshtjelluese. Bëni kujdes sepse mund t'ju mbushin me lajka vetëm për t'ju futur në grack. Menaxhoni me kujdes financat dhe mos bëni transaksione të mëdha, nëse doni që situata të mos ndërlikohet. Britsjapi. Planetët do t'ju nxisin debate dhe zënka në jetën në çift. Nëse nuk doni që atmosfera të nxehet më shumë se sa duhet, bëni kujdes me ato që thoni. Beqarët do të kenë fat dhe do të bëjnë takime të rëndësishme. Yjet do të krijojnë klimën e duhur për të dashuruar sa më shumë. Dielli do të favorizojë financat dhe do t'i përmirësojë ndjeshëm ato. Gjithsesi, mos shpenzoni pa kufi për veshje të stinës. Ujori. Pozicionimi i planetëve do t'ju sjellë ekuilibrin në çift. Më në fund do të ndiheni më rehat dhe larg problemeve.
Mos u avini as pak veshin atyre që do t'ju thonë të tjerët sepse ju kanë zili. Beqarët do të kenë sukses në dashuri. Më në fund do të realizoni dhe planet që kishit bërë prej kohësh. Rezistojini dëshirës për të shpenzuar pa kufi, nëse doni të keni edhe për nesër disa të ardhura. Peshqit. Duke qenë se do t'jeni të nervozuar gjatë kësaj dite, mund të lindin edhe goxha probleme në jetën në çift. Bëni kujdes me çdo gjë që thoni në mënyrë që situata të mos ndërlikohet. Për beqarët ka shumë mundësi të fillojë një histori e rëndësishme dashurie. Përgatituni. Në planin financiar do të përballeni me shumë probleme. Mos luani me zjarin sepse do të digjeni. Tregohuni tepër të matur.